Dalja në rrugë për të kërkuar mëshirë në të gjitha rastet mund të konsiderohet si mënyra më lehtë për të siguruar kafshatën e gojës. Opinioni i përgjithshëm për lypsit është ndërtuar vetëm nga këndvështrimi i dukshëm, por prapa syve të opinionit ndodhin edhe situata të palakmueshme. Lypset femra në qytet kanë frikë t'i zë deri mbrëmjes nga frika se personat pandërgjegjshëm abuzojnë me to duke i maltretuar, përdhunuar dhe duke u marrë paratë që i kanë mbledhur gjatë ditës. Është sekret publik që femrat të cilat mbeten rrugëve për të kërkuar lëmosh edhe gjatë orëve të mbrëmjes shpesh ndodh të ballafaqohen me situata të padëshiruara që vinë në shprehje nga persona të pandërgjegjshëm, të cilët shfrytëzojnë gjendjen e pambrojtur të këtyre lypseve, duke i keq trajtuar fizikisht por edhe seksualisht. Këtë dëshmon edhe një 16 vjeçare e cila thotë se kishte të pamundur që të vazhdonte qëndrimin në rrugë pasi që qyteti të kaplohet nga terri, sepse në rrethana të këtilla ndjehej e ka nusur për sigurinë e saj. Ajo nuk deshi të flasë publikisht për shkaqe sigurie, por shprehet se shumë vajza të reja, por edhe gra të moshuara abuzohen në format më njerëzore nga ana e disa personave. Na i marrim paratë që i kemi mbledhur gjatë ditës, por ka pasur edhe raste ku na kanë përdhunuar, thot 16 vjeçaria, e cila vjen nga një qytet tjetër, por nuk tregon se kush e sjell dhe për kënd punon. Ajo tha se rastet nuk i paraqesin nëpër organet kompetente sepse druajnë nga shefat e tyre, të cilët i kërcënojnë madje edhe për jetën. Muhamet Tahiri nga Qendra për Punë Sociale në Gostivar shprehet i vetëdijshëm për këto lloj keqpërdorimesh, por thotë se të njëjtat i ka vetëm me të dëgjuar dhe thotë se deri më sot nuk ka pasur ndonjë denoncim të kësaj natyre, por inkurajon lypset që kur të ballafaqohen me situata të këtilla, t'i denoncojnë me qëllim që ndaj personave në fjalë të ndërmerren masa ligjore. Ne kemi informacionin, me zyrtarisht nuk kemi asnjë rast paraqitur. Kurrërisht me të thënë, edhe qendra ka disa raste, ne i hetojmë ata raste, duhet të vim të e vërteta, mirë po është pak se maltretor. Gjenia femnore, nërët e bona maltretor për shkak se bosat e atyre nuk vinë kohë t'i morë. Edhe ata ngelin rrugëve, duke i prit ato, ne me organet e punëve të mëreshme, normalisht. Orari i punës në mbaron dikun ka ora 4, edhe ato në pas orës 4 janë më të lirë. Edhe pra çka do të kisha apelu çdo rast që kuptohet ose bëret është mirë të paraqitet ose të ne të Qendra për Punë Sociale ose në organet e policisë, që të ndërmerren masat më të qeshme ligjore. Fatkeqësia qëndron në fakti se shumë vajza të mitura bien prej personave të pandërgjegjshëm, të cilët abuzojnë me këto vajza në çdo aspekt dhe për këmbim u japin vetëm pasigurinë e rrugëve në një qytet të huaj. Me këtë rast, largimi i fëmijëve nga rruga është i domosdoshëm, thot Tahiri, sepse rreziku që sjell qëndrimi i tyre në rrugë është i madh kur kihet parasysh se ata mund të bien prej të abuzimeve të ndryshme fizike, seksuale dhe psiqike nga persona të pandërgjegjshëm, të cilët në mënyrë njerëzore shfrytëzojnë pamundësinë e tyre për t'u mbrojtur dhe për t'u ankuar tek organet kompetente.